Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, deklaroi se ndryshimet kushtetuese mund të realizohen vetëm kur të sigurohen 80 vota në Kuvend. Në një intervistë për Alsat, Gashi pranoi se koalicioni edhe mund të dalë nga qeveria, por për ndryshimet kushtetuese kjo nuk do të ishte zgjidhje, pasi përsëri duhen 80 vota. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut deklaroi se koalicioni nuk e ka problem të dalë nga qeveria, por a ka garanci se do të miratojnë në këtë mënyrë këto ndryshime kushtetuese? Fatkeqësisht këto procese të rënda kërkojnë shumë mund, angazhim, edhe nuk mendoj se duhet të bëhet betejë brenda etnike apo brenda shtetit. Ne nuk e kemi probleme edhe të dalim prej qeverie. Dhe nëse aludonin në këtë, po a do të bëhen, a ka garancë se do të bëhen kështu ndryshime kushtetuese? Nuk është puna vetëm të vendosim kushtëzime, po mendoj se duhet gjetur zgjidhje. Koalicioni vlen vijon mbështetje ndaj projektligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Në përgjigje ndaj mediave, deputeti i Vlen, Adnan Azizi, tha se pret që ligji i ri të votohet në Kuvend me badenter. I pyetur për mungesën e normës së sanksionimit në ligj, Azizi tha se gjobat në të kaluarën nuk kanë dhënë efekt. Deri tash kemi pas gjoba të cilat nuk kanë dhënë efekt në efektin e duhur. Leqes ka pas gjoba, do me thënë vetëm një gjobë ka pas në 2023, por gjoba nuk është zgjidhje për shkak se X drejtori thotë okej, do më gjobitni edhe mund të shndrohet në hero. Në këto kushte, sipas tij, pjesa e sanksionimit është rregulluar me përgjegjësi politike përpara grupit koordinativ. Ndërsa tani shohim përgjegjësi politike, institucionale dhe kushtetuese. Funksionari që udhëheq një dikaster në rast se nuk zbaton ligjin, ai ka përgjegjësi politike, duhet ta llogari para qeverisë, para komisionit, dhe në rast mos respektimit të ligjit ka përgjegjësi politike që nën kupton deri në shkarkimin e X funksionarit për shkak mos respektimit. Sa mes të tjerash Adnan Azizi. Alianca për shqiptarët vlerëson se propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat i dorëzuar në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut nuk përmban masat thelbësore për garantimin e zbatimit të tij. Halil Snopçi deklaroi se ky projekt ligj dallon ndjeshëm nga versioni që kishte propozuar Alianca për shqiptarët. Sipas tij, ligji përmend dispozita deklarative që flasin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, por nuk ofron garanci reale dhe as mekanizma efektiv që do të siguronin zbatimin praktik të këtyre dispozitave. Ligji nuk ofron mekanizma për parandalimin e keqpërdorimit në deklarimin e përkatësisë etnike të kandidatëve. Pra, ai nuk e eliminon kritikën kryesore që i bëi balansuesit. Ligji përmend dispozita deklarative që flasin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, por nuk ofron garanci reale dhe as mekanizme efektiv që do siguronin zbatimin praktik të këtyre dispozitave. Edhe Komisioni i Venecias ka vërejtur se ligji nuk krijon institucione dhe mekanizma të mjaftueshëm për të garantuar zbatimin në praktik. Nga ana tjetër, nga Vlen thonë se është e vështirë të kuptohet pse po kontestohen mekanizmat që sipas tyre janë të përcaktuara qartë në tekstin e ligjit. Ata hedhin poshtë pretendimet se projekt ligji nuk ofron mekanizma për zbatimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Hapet në sheshin Skënderbeu panajiri i librit Shqip Shkupi 2026. Ky panajir mbledh 55 botues nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria. Drejtuesi i shtëpisë botuese Toena Fatmir Toçi deklaroi se është hera e parë që po vinë në Shkup dhe presin që këtë panajir ta kthejnë në festë të librit. Ndoshta era e parë që në Shkup vinë botuesit më të spikatur që ka gjithë bota shqiptare dhe për ta kthyer këtë në një festë të librit, në një festë për t'u afruar tek libri dhe jo një shitore librash, deklaroi Fatmir Toçi, organizatori i panairit të librit shqip. Në ditën e fundit të këtij panairi do të ndahen dhe çmimet letrare. Rajoni. Kosova merr mbështetje nga institucionet europiane për integrimin. Komiteti për Punë të Jashtme i Parlamentit Evropian në Bruksel miratoi raportin e përgatitur nga eurodeputeti Rio Terras. Raporti vlerësoi përparimin e Kosovës, por shpreu shqetësim për blokadën politike dhe vonesat në proceset reformuese. Sipas dokumentit, vendi ka humbur një periudhë të rëndësishme për shkak të mos funksionimit të plot institucional, gjë që mund të ndikojë në shfrytëzimin e mundësive që ofron Bashkimi Evropian. Megjithatë, raporti mbështet rrugën europiane të Kosovës duke kërkuar që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të përparojnë procedurat për statusin e vendit kandidat. Po ashtu përshëndetet heqja e masave të Bashkimit Evropian dhe Kosovës dhe ritheksohet nevoja për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Në dokument kërkohet gjithashtu që autorët e sulmit në Banjska të përballen me drejtësinë. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka deklaruar se aktualisht çështja e anëtarësimit të Kosovës në NATO nuk është në agjendën e shteteve anëtare.
Kjo çështje u ngrit në seancën dëgjimore në Kongresin Amerikan me sekretarin Rubio, ku kongresisti Keith Self i kërkoi ta mbështesë antarësimin e Kosovës të NATO. Rubio sqaroi se nuk do të thotë se antarësimi i Kosovës nuk do të ndodhë kurrë, por se çështja nuk është folur në bisedat e fundit me aleatët tanë të NATO-s për shkak të çështjeve të tjera globale. Kongresisti Keith ka thënë se sigurimi i Kosovës është thelbësor për stabilitet, ndërsa i kërkoi Rubios që çështja e Kosovës të ngrihet në samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara. Politikat për kriptoasete dhe paraja digjitale në tregun rajonal ishin diskutimet në thelb të takimit të organizuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Guvernatori i Bankës Qendrore, Ahmeti Ismaili, tha se për Kosovën këto zhvillime ka rëndësi të veçantë për shkak të erozimit të ekonomisë dhe nevojës për integrim me standardet europiane. Ai paralajmëroi dhe për rreziqet që lidhen me zhvillimin e pakontrolluar të aseteve digjitale dhe financave të decentralizuara. Forcimi mbikëqyrës së bazuar në rrezik, avancimi të kornizës rregullative dhe mbikëqyrëse, zbatimi politikave makroprudenciale si dhe parafrimi me standardet dhe praktikat më të mira europiane ishte në thelb të takimit të zhvilluar mes guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës Ahmeti Ismaili me kryekëshilltarin financiar dhe drejtorin e Departamentit të Tregjeve Monetare dhe Kapitalit në Fondin Monetar Ndërkombëtar Tobias Adrian. Në takim u diskutuan prioritetet që lidhen me modernizimin e sistemeve të pagesave, digitalizimin financiar, mbrojtjen e konsumatorëve financiar, forcimin e qeverisë institucionale, zhvillimin e kapaciteteve dhe avancimin e tregjeve financiare. Ish kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, mbështet protestën e Këshillit Studentor të Fakultetit të Filologjisë në mbrojtje të përdorimit të gjuhës shqipe në provimet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetin social Facebook, Haradinaj tha se drejta themelore për përdorimin e gjuhës shqipe garantuar me kushtetutë është e pacënueshme dhe nuk duhet të vihet në pikpyetje nga askush. Në këto kushte sipas tij çdo përpjekje për ta cënuar atë përbën shkelje të rëndë të drejtave themelore. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe dyshime për abuzime me pronat për ndërtimin e resortit në Zvërnec. Sipas deputetit socialist, problemi më i rënd është mënyra se si është tjetërsuar toka nga fond pyjor në tokë bujësore. Kjo sipas Braçes ka ndodhur nga zyrtar të korruptuar dhe më pas e shpërndar në pronar të rem përmes ligjit 7501. Krahas asaj, Braçe ka cilësuar si të palishëm shtrirjen e rrethimit të kantierit në Zvërnec deri në bregun e detit. Por unë mendoj që rrethimi në Zvërnec i bregut të detit është tërësisht i palishëm, sepse bregu i detit është pronë shtetërore e patjetërsueshme dhe e paparashkrueshme. Patjetër që në rastin në fjalë, po jo vetëm në këtë lumë, po edhe në krahun tjetër ku unë kam qenë përsëri deputet, në Shkumbin, në të gjithë zonën nga Çerma e sipërme deri në Sulzodaj. Ka ndodhur veprime apo mos veprime të zyrtarëve që kanë çuar në tjetërsimin e tokës së lumit në favor të atyre që thonë jeni ish pronar. Deputeti e Partisë Demokratike Ina Zhupa kërkoi interpelancë me ministrin e Mjedisit për zonat e mbrojtura. Nga foltorja e kuvendit, Zhupa qëndroi në krah të protestuesve kundër ndërtimeve në Zvërnec, ndërsa bëri thirrje për zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm me mjedis të qëndrueshëm. U mësuat ju kolegë që nuk pyesnit, betonizonit çfarë të donit, bët gjirin e manastirit atje kompleks, nuk pyetët që ishte në zonë të mbrojtur. Dhat Butrintin me koncesion, nuk pyetët fare. Bët aeroportin e Vlorës në një zonë të mbrojtur, nuk pyetët. Sot doni të hyni nartës me kokë dhe nuk pyesni. Po harruat që shqiptarët nuk e duan ta tregojnë Shqipërinë si një prall me flamingo, të cilat kanë ekzistuar dhe t'ja u tregojnë fëmijës vetëm plastik edhe në përkopshe zoologjik, por luftojnë për Shqipërinë. Qytetarët mund të përballen me më pak procedura dhe dokumente gjatëmarrje së shërbimeve bankare dhe publike fal një plani që synon shkëmbimin më të madh të dhënave mes bankave dhe institucioneve shtetërore. Kjo ishte një nga temat kryesore të takimit, digitalizimi, shërbimet publike dhe bankat tregtare, organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave. E pranishme në këtë takim, Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj, Drejtori i Përgjithshëm i Akshit Igli Tafa, si dhe përfaqësues të sektorit bankar, thanë se bankat duhet të kenë mundësi të aksesojnë të dhënat shtetërore përmes një mekanizmi të centralizuar dhe pa qenë e nevojshme lidhja e marrëveshjeve të veçanta me çdo institucion. Sipas saj, kjo do të përshpejtonte ofrimin e shërbimeve, do të reduktonte procedurat administrative për qytetarët. Qeveria shqiptare është e gatshme për të rishikuar formulën e përllogaritjes së çmimit të karburanteve në vend përmes bordit të transparencës. Jemi të vetëdijshëm që marzhet e përcaktuara dhe formula e përcaktuar në aktin
i cili parashikon ngritjen e bordit të transparencës. Është një formulë shumë restriktive, që do të thotë që në kohën kur neve kemi dizenjuar atë formulë, kemi bërë një analizë të kostove të kompanive dhe kemi marrë parasysh që marzhet mbi çmimet e faturimit të jenë mjaftueshëm për të lejuar që kompanitë të vazhdojnë të operojnë, por të vazhdojnë të operojnë pa një fitim. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj vlerësoi se është një vendimmarrje që do një analizë të thelluar. Çështja e çmimeve të karburanteve është një çështje shumë delikate që prek konsumatorë të gjerë, por edhe biznese, ndaj edhe ne jemi duke treguar kujdesin e duhur që analizat ta bëjmë të thelluara dhe pa diskutim që do dalim me një konkluzion. Megjithatë, ne shpresojmë sigurisht që kriza në lindjen e mesme të mbarojë sa më parë dhe të dalim nga ky regjim, pasi nuk është një politikë që ne na pëlqen të ndjekim. Kompanitë e importit të karburanteve kërkuan kompensim për humbjet që pretendojnë se janë shkaktuar nga llogaritja nën kosto e çmimeve të karburanteve. Bota. Autoritetet malazeze të sigurisë kthyen në Beograd 87 shteta serb që kishin mbritur në raportin e Tivarit me një fluturim charter të Air Serbia. Ata kishin mbritur vetëm pak orë përpara hapjes së samitit BE Ballkani Perëndimor. Sipas njoftimeve të drejtorisë së policisë dhe Agjencisë së Sigurisë Kombëtare të Malit të Zi, masa është marrë pas vlerësimeve operative të rrezikut të cilat siç thuhet, kanë treguar se prania e këtyre personave mund të përbënte rrezik potencial për sigurinë publike dhe mbarvajtjen e qetë të samitit ndërkombëtar. Në deklaratën e përbashkët të institucioneve të sigurisë në Maltëzi, thuhet se janë identifikuar persona që paraqesin rrezik për sigurinë dhe në bazë të ligjit për të huajt dhe vlerësimeve të rrezikut është marrë vendimi për ndalimin e hyrjes së tyre në territor. Investimi i dhëndrit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jared Kushner dhe të bijes Ivanka Trump ka shkaktuar polemika dhe në politikën amerikane. Hunter Biden, djali i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan se fëmijët e Trumpit po bëjnë biznese. Ai përmendi çiftin Kushner Ivanka, ndërsa nuk ka mbetur jashtë vëmendjes dhe Donald Trump Jr. për të cilin thotë se ka marrë $620 milion nga Pentagoni përmes një startupi, ndërsa djali tjetër po nxjerr në bursë një kompani dronësh me një vlerë $1.5 miliard. Reagimi erdhi pas sulmeve në media adresuar nënës së tij, Jill Biden. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.